I nderuar Zoti Hodaj, Zëvendës Ministër i Brendshëm, të nderuar përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të dashur kolege pjesëmarrës në këtë asamble të SEPKAS, kam kënaqësinë që në emër të Policisë Shtetit Shqiptar dhe padyshim në emrin tim personal t'ju uroj mirëseardhjen në Shqipëri, gjithashtu një privilegj i veçantë për t'ju uruar mirëseardhjen në qytetin e mrekullueshëm të Beratit, një qytet 2400 vjeçar, i cili që nga viti 2008 është caktuar nga UNESCO si vendi i trashëgimisë botërore dhe njëkohësisht është emërtuar nga qytetarët e tij si qyteti i 1/1 dritareve. Është një nder i veçantë të ndaj me ju këtë moment të rëndësishëm në një kohë kur bashkëpunimi policor rajonal nuk është më thjesht një nevojë, por tashmë është thelbësor për sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë dhe më gjerë. Gjej momentin të falenderoj të gjithë ata që me punën e tyre dhe me mbështetjen kanë kontribuar në organizimin e kësaj asambleje për vitin 2025. Një falenderim padyshim shkon edhe për të ftuarit që me mirësjellje kanë pranuar ftesën tonë për të qenë sot këtu, në veçanti delegacionin nga Kosova, kryesuar nga drejtori i përgjithshëm i Policisë Kosovës, zoti Gazmend Hoxha. Ndoshta edhe si për t'i treguar të gjithëve se SEPKAS i mungon dhe një vend antar dhe jam i bindur që do ishte në interesin e luftës së përbashkët që edhe Policia e Kosovës do të ishte antar i kësaj platforme dhe nisme rajonale. Të nderuar miq, SEPKA është dëshmuar në vite si një platformë strategjike bashkëpunimi mes policive të Europës Juglindore, një urë që lidh përvojat tona, forcon koordinimin, mbështet ndërtimin e një sigurie të përbashkët. Kjo asambledh është më shumë se sa një forum diskutimi. Ajo është një mundësi për reflektim, për frymëzim dhe për angazhime konkrete për të përballuar sfidat e reja të sigurisë me vendosmëri dhe vizion të përbashkët. Kur krimi organizohet dhe rendi padyshim duhet të mirë organizohet. Kjo është arsyeja që Policia e Shtetit Shqiptar është tërësisht e përkushtuar për të ndërtuar partneritete reale, për të forcuar shkëmbimin e shpejtë të informacionit, për të garantuar veprim të koordinuar me të gjithë partnerët tanë rajonal dhe ndërkombëtar. Fenomenet kriminale tashmë nuk njohin kufi. Krimi organizuar, trafiku narkotikëve, kontrabanda e migrantëve, trafiku i qenieve njerëzore, terrorizmi, krimi financiar dhe i kibernetik janë sfida tashmë globale dhe vetëm së bashku ne mund të bëjmë balë atyre. Prandaj besojmë se përgjigjja ndaj këtyre sfidave duhet të jetë gjithëpërfshirëse, e koordinuar dhe e qëndrueshme. Kjo kërkon më shumë se sa masa të zakonshme, kërkon vizion, kërkon leadership dhe mbi të gjitha besim reciprok. Ballkani Perëndimor ka mundësinë por dhe përgjegjësinë të shndrohet në një zonë sigurie kolektive në një shembull konkret bashkëpunimi policor ndërkombëtar. Në këtë drejtim, Policia e Shtetit Shqiptar ka përforcuar marrëveshje dypalqe dhe shumëpalqe, përfshirë bashkëpunimin me Interpol, Europol, SELEK, si dhe përmes mekanizmave të përbashkët për kontroll kufitar dhe shkëmbim informacioni. Ne jemi të përqendruar në hetime proaktive kundër narkotikëve dhe kemi goditur objektiva me rrezikshmëri të lartë. Po ashtu kemi rritur kapacitetin operativ dhe bashkëpunimin ndërinstitucional kundër kontrabandës migrantëve, trafikut qenieve njerëzore, armëve dhe pastrimit parave. Veçanërisht kemi intensifikuar hetimet financiare me qëllim goditjen e burimeve ekonomike të grupeve kriminale dhe rikuperimin e pasurive të palishme. Kjo është një përparësi strategjike në vizionin tonë për një sistem drejtësie më efikas dhe më të drejtë. Policia e Shtetit Shqiptar është në një periudhë transformimi thelbësor, si nga strukturat e teknologjia, nga profesionalizmi i burimeve njerëzore, te forcimi i marrëdhënieve me komunitetin dhe padyshim me partnerët tanë ndërkombëtar. Shqipëria mbetet një vend që beson në partneritetin dhe integrimin evropian si rruga e vetme drejt sigurisë afatgjatë dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Në kuadër të presidencës shqiptare të SEPKAS, për këtë periudhë të vitit 2025, më lejoni të shpreh disa nga momentet më të rëndësishme të angazhimit tonë të përbashkët. Është zhvilluar trajnime në lidhje me hetimet financiare dhe luftën kundër trafikut qenieve njerëzore dhe kontrabandës migrantëve. Është zhvilluar takime për luftën kundër krimit kibernetik, kriptovalutat, rrjetet sociale dhe platforma digjitale kriminale. Takime në lidhje me promovimin e rolit të grave në polici, leadershipi dhe barazia gjinore në këto struktura. Gjithashtu takime në lidhje me prezantimin e raportit të vlerësimit të kërcënimeve rajonale të SEPKAS. Këto nuk janë thjesht aktivitete, por janë hapa konkret në ndërtimit e një platforme më të fortë bashkëpunimi dhe një kulturë të përbashkët sigurie.
Të nderuar miq dhe kolegë, asnjë nga këto arritje nuk do të ishte e mundur pa bashkëpunimin, besimin dhe përkushtimin e gjithë secilit në këtë tryezë bashkëpunimi. Në një botë pa kufi për krimin, detyra jonë është të ndërtojmë ura akoma më të forta dhe efikase komunikimi, bashkëpunimi dhe besimi me njëri tjetrin. Policia e Shtetit Shqiptar do vazhdojë të investojë në njerëzit e saj, në teknologji moderne dhe në marrëdhënie të qëndrueshme me komunitetin dhe partnerët. Ne do të jemi dhe mbetemi një partner i besueshëm në këtë luftë, si kundër narkotikëve, terrorizmit, krimit organizuar, korrupsionit, po dhe gjithë fenomeneve kriminale që cënojnë rajonin tonë. Të gjithë jemi sot tu për të rikonfirmuar një të vërtet qartë. Bashkëpunimi ndërkombëtar nuk është një opsion, por tashmë një domosdoshmëri, është një mision i përbashkët. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëpunimin dhe angazhimin tuaj të vazhdueshëm. Uroj që kjo asamble të jetë frymëzuese praktike dhe të hapë rrugë të reja bashkëpunimi për të ardhmen midis nesh. Falenderoj.